Vetëm prej fesë. Pra nuk e kanë vllazërinë e gjakut direkt, por janë vëllezër prej fesë. Allahu na ka vllazëruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha një hadith të famshëm. Ai i cili tha dëshiron të shkojë drejt xhenetit, le ta besojë Allahun xhël xhelaluhu dhe ditën e gjykimit. Allahu mos i shoqërojë asgjë në adhurim. Dhe të dëshirojë për njerëzit e tjerë, për vëllezërit e tjerë, të gjaku apo të fesë. Njësojmë, të dëshirojë atë që dëshiron për veten e tij. Të sillet me atë thotë, sikur dëshiron njerëzit të sillen me atë. Sigurisht që ti dëshiron të mirat, negativ, që të sillen sa më mirë njerëzit ndaj teje, ke të jetë dëshirë e zemrës për atë që i ke gjaku, edhe për atë që i ke fesë. Kur jemi këtu, fakë që hakun më të madh njeriu në jetën e kësaj bote e ka ndaj Zotit xhël xhelaluhu. Haku ndaj Zotit do të thotë, ta adhurosh Zotin ashtu siç e meriton dhe na kërku Allahu xhël xhelaluhu. Dhe siç na ka treguar dhe mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky është haku më i madh në jetën e kësaj bote i robit, i besimtarit. Dhe hak i madh ndër shumë haqe të tjera që kemi këtu inshallah do të kemi jetë në gjumën të ardhshme, është haku dhe ndaja t'i vllajt prej gjakut, prej fesë. Pse Allahu na ka vllazëruar? E ka bën ligj. Pra i ke hak atij ti që Zoti xhël xhelaluhu të ka udhëzu, të ka drejtu, të ka dhënë më shumë mirësi dhe begati me i bën e salati. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, keni kujdes. Atë vllajin, shokun, mikun, mos e mashtroni. Mos e mashtroni. Në shqiptarje, në shoqëni, miqësi, kudo që je, mos e mashtroni. Nëse ai të mashtron, te mos e mashtroni. Te demaskuoje mashtrimin e atij, por te të njëjtën gjë mos më ia bëni. Mos e keni zili, thot. Pra, keni linë nga i nanë, nga i babë. Dhe me falem i bashkë, mos e keni zili. Zilia është diçka e të mërshme, nëse është në zemrën e robit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na paralajmëroi për zilin, tha, është shumë e të mërshme. Tamam të ti hal veprat e mira, si që djekë zjarë me dru. Një nga një. Zilia është shumë e përhapë nësot, ke njerëzit, ke vlezërit, ke njerëzit të hapër. Sa që me shumicën e njerëzve që janë vlezër për i gjaku, thot, këtë keqe e kam këtu, thot, nga hapër. Në kush e ke? Nga vllajin. A i del në mënyrë publike e vetë vllajin e. I merë pasurinë në ti, i merë nderin në ti. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, janë haram për ju, pasuria ti, nderi ati, jeta ti, gjaku e ti, janë haram për ju. Jo, nuk ju lejo. Pa të ta majshë që afrëte, ashtu sigur, dëshiron ti që të majhë njerëzit afrëte. Apo mundohet t'i punosh e ti ato vepra, me të cilët ti ke qef t'i punoj njerëzit edhe për ty. Apo që i dëshiron për vetën tatë. Nëse dëshiron mirësi, begati, të mirat për vetën, edhe për atë. Zemrën ta rregullosh këtu në atë mënyrë që të mos ketë vend për to të këqija që i përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mos e urrejë. Sa të filloj shtëpi, gjoj, vllai, i ka ardhur pasuri, begati, mirësi, urrejt i mamë, ka e mori, si e mori. Vallai, unë ka habit një vllaj për me stiju i Zotja e Begov, se çfarë bën ai për vëllezërit e tij, për motrat e tij, edhe për komshitë e tij. Kjo është për të pas zëri, në të vërtetë, për të marrë shembull.
vëllai. Dhe më thënë, shumë për njerëzit e tij të afër, por edhe për tjerët. Ky është parim, mos e urrejnë, mos e mashtroni. Mos e mashtroni shqyrtleri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra që të gjinën, Allahu në rrujt dy vetë, mos ju shtë dhe mos t'i besoni njëri tjetrit, sepse Allah e të rrëve, të rrënë, të mashtroni. Mos bleni gajë, mos shkoni gajë. Pse? Ja. Ja. Të me thamë, personi që se cili për jush do të keni ma garanci është personi që e keni bashkë vllatë gjakut, pa dhe vllatë të dini. Por shumë herë, vllazët e fesë mund t'ja kalojnë atij që e ke për i gjakut. Se normalisht të ndajnë edhe veprën. Edhe veprën ndajnë. Gjaku është në fakt si gjak, një adres, një mbihemën, një non, një pap, por janë drejt kundër. Edhe i hasim se edhe njerëz që njëri vllaj beson Zot, tjetri beson Zot. Për i gjaku janë. Ama kanë ndryshuar imani tyre.